10 ushqimet që janë të ndaluara për konsum. Bëni kujdes serioz. Në botën moderne, ushqimi nuk është më thjesht burim energjie. Shumë nga produktet që konsumojmë çdo ditë janë kthyer në rrezik të heshtur për shëndetin. Reklamat na mashtrojnë, paketimet duken tërheqëse, por brenda tyre fshihen substanca që dëmtojnë trupin, lodhin organet dhe hapin rrugë për sëmundje kronike. Kjo video ka për qëllim friksimin, por ndërgjegjësimin. Shumë mjek dhe nutricionist bien dakord. Disa ushqime duhet të shmangen plotësisht, ndërsa disa të tjera duhet të konsumohen shumë rrallë, nëse duam të jetojmë më gjatë dhe më shëndetshëm. Kujdes, fjala të ndaluara këtu nënkupton të dëmshme për trupin, sidomos nëse konsumohen rregullisht. 1. Sheqeri i bardhë i rafinuar, armiku numër 1 i shëndetit. Sheqeri i bardhë është një nga substancat më të rrezikshme që njeriu konsumon çdo ditë, shpesh pa e kuptuar. Pse është kaq i dëmshëm? Rrit shpejt nivelin e sheqerit në gjak. Shkakton rezistencë ndaj insulinës. Lidhet drejt për drejt me diabetin tip 2. Ushqen qelizat kancerogjene. Dëmton dhëmbët dhe trurin. Përshpejton plakjen e lëkurës. Sheqeri nuk ka asnjë vlerë ushqyese. Ai është kalori i bosh. Gjendet jo vetëm në ëmbëlsira, por edhe në bukë industriale, kos me shije, salca, pije të gazuara, produkte dietike. Sa më shumë sheqer, aq më i lodhur trupi. 2 pije të gazuara, helm i lëngshëm. Një kanaçe pije e gazuar mund të përmbajë deri në 10-12 lugë sheqer. Kjo është një goditje direkte për pankreasin dhe zemrën. Pasojat kryesore: shtim ekstrem në peshë, dobësimi i kockave, acid fosforik, rritje e presionit të gjakut, varësi psikologjike, rrezik i lartë për sëmundje të zemrës. Edhe versionet pa sheqer nuk janë zgjidhje, sepse përmbajnë ëmbëlsues artificial që ngatërojnë metabolizmin, rrisin oreksin, ndikojnë negativisht në tru. Trupi nuk ka nevojë për pije të gazuara. Uji është mbret. 3. Margarina dhe yndyrnat trans vrasës të heshtur. Margarina u promovua për vite si alternative e shëndetshme, por sot dihet e vërteta. Çfarë janë yndyrnat trans? Janë yndyrna artificiale që rrisin kolesterolin e keq, LDL, ulin kolesterolin e mirë, HDL, bllokojnë arteriet, rrisin rrezikun e infarktit. Gjenden në margarin, biskota industriale, ëmbëlsira të gatshme, ushqime fast food. Nëse etiketa thot partially hydrogenated oils, largohu. 4. Ushqimet e përpunuara, fast food, ushqim pa jetë, hamburger, hot dog, patate të skuqura, nuggets shijojnë mirë, por janë katastrofë për trupin. Pse janë të rrezikshme? Përmbajnë krip të tepërt, yndyrna të oksiduara, aditiv kimik, konservues dhe ngjyrues. Këto ushqime ngadalsojnë tretjen, dëmtojnë mëlçin, krijojnë inflamacion kronik, rrisin rrezikun për obezitet dhe kancer. Fast food, ushqim i shpejt drejt sëmundjes. 5. Mishi i përpunuar, rrezik i provuar shkencërisht. Sallam, suxhuk, proshut, salcice janë shpallur nga BSH-si kancerogjen. Çfarë i bën kaq të rrezikshëm? Nitrate dhe nitrite, krip e tepërt, tymosje artificiale, konservues agresiv. Studimet tregojnë lidhje direkte me kancerin e zorrës së trash, sëmundje të zemrës, presion të lartë. Mishi i freskët është zgjedhje, mishi i përpunuar është rrezik. 6. Vajrat e rafinuara të farave, inflamacion në çdo lugë. Vajra si vaj luledielli i rafinuar, vaj misri, vaj soje, kur përpunohen industrialisht, humbin vlerat, oksidohen le, krijojnë inflamacion në trup. Inflamacioni është rënja e shumicës së sëmundjeve moderne. Zëvendësoj me vaj ulliri ekstra të virgjër. 7. Bukë e bardhë industriale, sheqer i fshehur. Buka e bardhë tretet shumë shpejt, rrit glicemin, nuk ka fibra. Efekti i saj në trup është i ngjashëm me sheqerin. Zgjidh bukë integrale të vërtet ose shtëpie. 8. Ëmbëlsirat industriale, kombinim vdekjeprurës. Sheqer, yndyrna trans, miell i bardh, trup i lodhur dhe i sëmur. Torta, kek, çokolata industriale, krijojnë varësi, dëmtojnë trurin, rrisin rrezikun për diabet.
9. Ushimet dietike false. Produkte e likt, zero, fit shpesh. Mashtrojnë konsumatorin. Përmbajnë kimikate. Prishin metabolizmin. Natyralja është gjithmonë më e mirë se dietike. 10. Alkooli i tepruar, helm i ligjshëm. Alkooli dëmton mëlçin, trurin, sistemin nervor, rrit rrezikun për kancer. Sa më pak, aq më mirë. Por rreziku nuk mbaron aty. Ka ushqime që duken të pafajshme, madje të shëndetshme, por në realitet janë kurthi sofistikuar ushqimor. Industria ushqimore nuk synon shëndetin, por fitimin. Sa më shumë të hash, sa më shumë të sëmuresh, aq më shumë para qarkullojnë. Prandaj është thelbësore të dish çfarë të shmangësh dhe pse. 11. Drithërat e mëngjesit industriale, mashtrimi më i madh ushqimor. Shumë prindër mendojnë se drithërat e mëngjesit janë zgjedhje ideale për fëmijët. Reklamat tregojnë fëmijë të lumtur, energjik dhe të shëndetshëm. Realiteti është krejt ndryshe. Çfarë përmbajnë realisht? Sheqer të fshehur, shpesh mbi 30-40 g, ngjyrues artificial, aroma sintetike, miell të rafinuar. Këto produkte rrisin glicemin që në mëngjes krijojnë varësi ndaj sheqerit, shkaktojnë hiperaktivitet të fëmijët, dëmtojnë pankreasin. Mëngjesi me drithëra industriale është si të nisësh ditën me ëmbëlsirë. 12. Koset dhe pijet e qumshtit me shije, sheqer i maskuar. Koset me shije frutash nuk janë ushqim i shëndetshëm, edhe pse duken të tilla. Një kos me shije mund të përmbajë më shumë sheqer se një çokoladë e vogël. Aromatizues artificial, trashës kimik, pasojat, çrregullim i florës intestinale, shtim në peshë, inflamacion i zorve, zgjidh kos natyral dhe shto fruta vet. 13. Kripa e rafinuar, presion i lartë dhe lodhje kronike. Kripa është e domosdoshme për trupin, por jo kripa e rafinuar industriale. Çfarë i ndodh kripës së bardhë? I hiqen mineralet natyrale. Mbetet vetëm natrium i pastër. Kjo lloj kripe rrit presionin e gjakut, dëmton veshkat, shkakton mbajtje uji. Zëvendësoje me krip deti ose krip Himalaje në sasi të vogla. 14. Ushqimet e konservuara, jetë e vdekur në kanaçe. Konservat mund të ruhen për vite, por trupi nuk është frigorifer. Rreziqet kryesore. Konservues kimik, bisfenol A, BP, nga ambalazhi. Humbje totale e vlerave ushqyese. Konsumi i shpesht lidhet me çrregullime hormonale, dobësim të imunitetit, rritje të rrezikut për kancer. Sa më i freskët ushqimi, aq më i gjallë trupi. 15. Patatet e skuqura industriale, inflamacion dhe toksina. Patatet në vetvete nuk janë problem. Problemi është si përgatiten. Patatet e skuqura skuqen në vajra të djegur. Krijojnë akrilamid, substancë kancerogjene. Përmbajnë krip ekstreme. Efektet: dëmtojnë enët e gjakut, rrisin kolesterolin, krijojnë varësi. Nëse patatja kërcet shumë, diçka nuk shkon. 16. Ëmbëlsuesit artificial, mashtrim pa kalori, aspartami, sukraloza, sakarina, nuk janë neutral. Ndikojnë në tru, prishin mikrobiomën. Studimet tregojnë se rrisin oreksin, shtojnë peshën në plan afagjat, ngatërojnë sinjalet e urisë. Më mirë pak mjalt natyral se sa shumë kimikate. 17. Lëngjet e frutave të paketuara, jo fruta, por sheqer. Edhe kur shkruhet 100 i fruta, realiteti është tjetër. Problemet: fibra është hequr, sheqeri është i përqendruar, shtohen konservues. Një gotë lëng rrit shpejt sheqerin në gjak, nuk ngop, nxit diabetin. Haje frutin, mos e pi. 18. Ushqimet e skuqura në restorante, vaj i djegur disa herë. Shumë restorante përdorin të njëjtin vaj për ditë të tëra, në temperatura ekstreme. Ky vaj bëhet toksik, krijon radikale të lira, dëmton mëlçin. Ushqimi jashtë shtëpisë është luks, jo zakon. 19. Biskotat dhe krakerat snack që shkatëron shëndetin. Duken të lehta, por janë miell i bardhë, yndyrna trans, krip, sheqer. Këto produkte rrisin presionin, krijojnë fryrje,
Nuk kanë vlera ushqyese. Snacku më i mirë është fruti ose arorët. 20. Ushqimet e djegura, rrezik që nuk shihet. Mishi ose buka e djegur përmban substanca kancerogjene. Dëmton AD. Mos e ha ushqimin e djegur, sado i uritur të jesh. Pse duhet i shmangim këto ushqime? Sepse ato lodhin trupin çdo ditë, krijojnë sëmundje të heshtura, shkurtojnë jetën. Shumë sëmundje nuk vijnë papritur, por ndërtohen me lugë, me kafe, me zgjedhje të gabuara ditore. Çfarë të hani vend të tyre? Ushqime të freskëta, fruta dhe perime sezonale, vaj ulliri ekstra i virgjër, ujë i pastër, ushqim shtëpie. Çfarë duhet të ham në vend të tyre? A mund të riparohet dëmi që kemi bërë me vite ushqim të gabuar? Përgjigja është po. Trupi i njeriut është një mekanizëm i jashtëzakonshëm vetëshërues, nëse jepet ushqimi i duhur në kohën e duhur. Kjo pjesë nuk ka frikë, kjo pjesë ka zgjidhje. 21. Ushqimet e gjalla, energji që shëron. Ushqimet e gjalla, jo të përpunuara, jo të gatuara tepër, janë burimi më i madh i enzimave, vitaminave, antioksidantëve. Shembuj: fruta të freskëta, perime të papërpunuara, sallata jeshile, fara të njoma. Këto ushqime pastrojnë gjakun, përmirësojnë tretjen, forcojnë imunitetin. Sa më natyral ushqimi, aq më inteligjent trupi. 22. Frutat sezonale, ilaçi më i vjetër i njerëzimit. Frutat nuk janë thjesht ëmbëlsirë natyrale. Ato janë pastrues të mëlçisë, ushqim për trurin, hidratues qelizor, fruta që shërojnë, moll pastron zorët, sheg forcon gjakun, boronica mbron trurin, agrume rrisin imunitetin, fruti hahet i plot, jo i shtrydhur në lëng. 23. Perimet jeshile, gjaku yt i dytë, spinaçi, brokoli, lakra, rukola, pasurojnë gjakun me oksigjen, përmbajnë klorofil, luftojnë inflamacione. Konsumi i përditshëm i tyre ul presione, përmirëson qarkullimin, mbron zemrën. Një pjatë jeshile në ditë, një hap më afër shëndetit. 24. Vaj ulliri ekstra i virgjër, ari i lëngshëm. Vaji i ullirit i vërtet ul kolesterolin e keq, mbron zemrën, ushen trurin. Por kujdes, mos e skuq. Përdore të freskët. Nëse djeg vaji i ullirit, humbet fuqinë shëruese. 25. Arat dhe farat, ushqim për tru dhe hormone. Arat, bajamet, farat e kungullit, lirit, balancojnë hormonet, rrisin energjin, forcojnë sistemin nervor. Janë të pasura me omega 3, magnez. Një grusht në ditë mjafton. 26. Uji ilaçi që njerëzit harojnë. Shumë simptoma janë thjesht dehidratim. Uji pastron veshkat, nxjerr toksinat, përmirëson lëkurën. Pije ujin para se të ndjesh shetje. 27. Ushqimi shtëpie, mburoja më e fortë. Ushqimi i gatuar në shtëpi ka dashuri, ka kontroll, ka jetë, ndryshe nga ai industrial. Nuk ka kimikate, nuk ka mashtrim. Kuzhina është farmacia e parë. 28. Agjerimi i lehtë, pushim për trupin. Agjerimi i kontrolluar aktivizon pastrimin qelizor. Ul infa, përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës. Edhe 12-14 orë pa ushqim mund të bëjnë mrekulli. Trupi shërohet kur nuk ha pa pushim. 29. Si ta pastroni trupin nga dëmet e ushqimeve të këqija hapat bazë. Hiq sheqerin për 7 ditë. Pi më shumë ujë. Ha ushqim të thjesht. Lëviz trupin çdo ditë. Fle mjaftueshëm. Rezultatet: më shumë energji, bark më i lehtë, mendje më e kthjellët. 30. Ushqimi nuk është vetëm trup, është mendje dhe jetë. Ajo që ha ndikon humorin, ndikon kujtesën, ndikon jetën seksuale, ndikon jetëgjatësinë. Ushqimi i keq të lodh, të bën nervoz, të plak shpejt. Ushqimi i mirë qetëson, forcon, jep jetë. Mesazhi final: nuk është kur vonë të ndryshosh. Çdo kafshat është një zgjedhje, ose drejt sëmundjes, ose drejt shëndetit.
Trupi yt të fal shumë, por jo pafundësisht. Respektoje sot, që të mos paguash nesër. Sëmundja nuk vjen rastësisht. Shëndeti nuk humbet brenda një dite. Çdo problem fillon me zgjedhje të vogla, të përditshme. Njeriu nuk shkatërohet nga një ushqim i keq, por nga zakoni për ta përsëritur atë ushqim. Ushqimi modern komod, por i rrezikshëm. Kur më parë njerëzit nuk kanë pasur kaq shumë ushqim, dhe kur më parë nuk kanë qenë kaq të sëmur. Paradoksi është i frikshëm. Ushqimi është më i shpejtë, më i lirë, më i bukur në paketim, por më bosh, më toksik, më i largët nga natyra. Komoditeti i sotëm është sëmundja e nesërme. Trupi nuk flet menjëherë, por nuk haron kurrë. Trupi yt nuk të ndëshkon sot. Ai mbledh borxhe. Një ditë sheqer, një ditë fast food, një ditë pije të gazuara, dhe një ditë ai borxh kërkon pagesë. Pagesa vjen si lodhje kronike, pension, diabet, probleme zemre, dhimbje, depresion. Sëmundja është faturë e vonuar. Nuk e nevojë për dieta ekstreme. Shumë njerëz gabojnë duke menduar se shëndeti vjen nga dieta të rënda, agjerime ekstreme, rregulla të pamundura. E vërteta është më e thjeshtë. Hiq ushqimet e këqija. Kthehu te ushqimi i vërtet. Ha më pak, por më mirë. Lëviz trupin. Pi ujë. Fle. Thjeshtësia është sekreti që industria nuk ta thot. Kuzhina është mjeku yt i parë. Para se të shkosh te mjeku, te farmacia, te barnat, shiko, frigorifer, rafti, ja, sepse ushqimi mund të jetë ilaç ose helm i ngadalt. Ti zgjedh çdo ditë se çfarë do të marrë trupi yt. Fëmijët po trashëgojnë zakonet tona. Mos harro, fëmijët nuk dëgjojnë çfarë u thua. Ata shikojnë çfarë ha. Nëse sot u jep pije të gazuara, fast food, ushqime industriale, nesër do t'u japësh mjek, analiza, ilaçe. Shëndeti i brezit të arshëm fillon në kuzhinën e sotme. Ushqimi i mirë nuk është luks. Një gënjeshtër e madhe është se ushqimi i shëndetshëm është i shtrenjtë. E vërteta, perimet sezonale janë të lira. Uji është falas. Ushqimi shtëpie kurse m'para. Sëmundja kushton më shumë se çdo ushqim i mirë. Mesazhi final për çdo lexues. Nëse ke lexuar deri këtu, kjo nuk është rastësi. Ky shkrim është thirrje për zgjim. Nuk të kërkohet perfeksion, të kërkohet ndërgjegje. Filloni sot me një zgjedhje më të mirë, me një ushqim më pak toksik, me një gotë ujë më shumë, sepse shëndeti nuk blihet, nuk dhurohet, nuk zëvendësohet. Shëndeti ndërtohet çdo ditë, kafshat pas kafshate.